Mirëmëngjes. Mirëmëngjesit. Dhe jam shumë I lumtur që sot në podcastin ton Vibe of Tirana këtu në studion e One kam një nga njerëzit të cilin e kam hasur momentin e parë që kam shkelur në Bashkinë e Tiranës dhe ishte një nga njerëzit me të cilët kam bashkëpunuar për herë të parë. Është një nga njerëzit I cili ka qenë një nga mbështetësit kryesor të agjencisë për krijimin e agjencisë industrisë kreative dhe për shumë që nuk e njohin, ka qenë dhe një nga njerëzit I cili ideoi shumë ide kreative para 4-5 vjetësh kur Tirana kishte 100 vjetorin, por njëkohësisht edhe Tirana u kthye edhe në kryeqytetin europian të rinisë. Anuela Ristani. Mirëmëngjes. Anuela, unë me të gjithë të filloj me një pyetje që është në tepër ndjesi sesa racionale. Është si ishte mëngjesi juaj sot në këtë qytet? Mëngjesit e Tiranës janë shumë të bukura, janë kaotike, janë plot me personazhe, janë asnjëherë njësoj, ti nuk e planifikon dot kohën tënde fiks. Dhe unë kam 2 fëmijë, edhe bashkë me fëmijët gjithmonë bëjmë krahasimin kur nuk jetonim në Tiranë shumë vite më përpara. E kishim të matur me sekonda momentin që dilin nga shtëpia dhe e dinim shumë mirë nëse vajza ime do arrinte në shkollë në kohë apo do ishte me vonesë. Dhe ndryshimi ishte me 30 sekonda ndryshim. Pra unë e dija nëse dilim nga shtëpia në 7:53 do arrinim të ishim brenda orës 7:59. Ama që të ndonjëherë dilim 7:54, e sigurt që do merrte atë fletën që thoshte me vonesë. Gjë që nuk ndodhet në Tiranë, do dalësh në 7:30 dhe prapë ti je me vonesë deri në orën 8. Kështu që kjo e bën interesante, e bën të vështirë për të planifikuar dhe kjo të bën në pozitën që do të jesh shumë krijues me kohën, me menaxhimin e situatës, mos kur ke fëmijë dhe për shkolla të ndryshme, ke takime, ke detyrat që të duhet bësh në mëngjes, ti bësh gati, ti paketosh, të sigurohesh që nuk kanë harruar shishin e ujit apo drekën. Kështu që mëngjesi sot ishte si thuajse çdo mëngjes ditëjave, ku ajo objektivi I orës 8:00 është gjithmonë, si më thënë, targeti kryesor për të arritur, qëllimi kryesor I mëngjesit, që të arrish, që të jesh eficient edhe në funksion plot orën 8 mëngjesit. Shumë bukur ishte përshkrimi. Kurse për mua mëngjesi para se të vija këtu, po shija Anuela dhe më bëri realisht përshtypje dhe doja ta thoja që Tirana ka marrë një gjelbrim shumë është periudha mbase, po domethënë pemët, sidomos në këtë rrugën e Unazës tu teksa ecja me makinë, e sheh që kishin zënë qiellin edhe krijonin një kupol shumë të bukur dhe faktikisht vjen edhe si e dhoi një vizion interesant për sa I përket Po, ne ti e di gjithë skuadra jon të çështjen e mbjelljes, e kemi pasur një jo vat në vesh, po ka qenë që kanë në kokë, domethënë sa herë që fillonte periudha e mbjelljeve që është diku kur shirat e parë të qëndrueshëm të tetorit deri në prill, në varësi se si ishte koha, kryetari na kishte bërë, thoshte derisa ti u vi për të vjell, domethënë që se kemi bërë punën tamam dhe ka qenë një fiksim I përbashkët joni për pemët. Po për të vërtetën nuk ka qenë nisëm thjesht e jona, domethënë kjo ose ndjeshmëria e qytetarëve për gjelbrimin ka qenë diçka e gjithkohshme e Tiranës në veçantë. Nuk e di nëse ti je rritur në Tiranë, po nëse e mban mend, ka qenë unë paktën jam rritur në Lagje Dibrane. Edhe unë isha në pallat, po ndërkohë isha e rrethuar nga shtëpi private dhe tipologjia e luleve apo gjelbërimi atyre oborrave shumë të vogla që ata kishin ishte një ndër gjërat më të bukura të qytetit dhe këtë dashurinë për gjelbrimin nuk e kemi humbur ne asnjëherë. Ka qenë zhvillimi që na e ka bërë zhvillimi I shpejtë dhe I menjëhershëm që na e ka bërë të vështirë ta mirëmbajmë dhe ta kemi konstante dhe fatkeqësisht dhe ajo periudhë tranzicioni që na e humbi, sepse prioriteti I mbijetesës shkoi përtej çdo lloj dëshire për ta shijuar të qytetin. Por ama është pjesa dhe në stonë, domethënë është diçka që na shkon shumë. Kulturës dhe Tirana është një
ndër qytetet më të gjelbra në kryeqytetet më të gjelbra në Evropë. Dhe ajo llogaritet edhe me hapësirat e gjelbrimit që janë jashtë asaj që ne shohim si urbane. Patjetër, pjesa urbane është shumë e bukur dhe shumë e shijueshme në ditë për ditë, por ti vetëm 10 minuta larg Tiranës ke hapësira të gjelbra që janë mrekullueshme, që të duket sikur je komplet në një shtet apo në një qytet tjetër. Kështu që në këtë kuptim kjo është periudhë shumë e bukur, periudhë e vërtetës, ka qenë gjithmonë kjo periudhë e bukur e Tiranës dhe kjo përpjekja për ta zhvilluar sa më shumë gjelbrimin është një përpjekje që nuk duhet ndaloj në asnjë moment, pavarësisht se kush e drejton qytetin apo pavarësisht se kush jeton atë. Është pjesë e ADN-s së qytetit, është pjesë e karakterit tonë, është pjesë e Tiranës. Edhe fajnikisht e përshkruan shumë bukur edhe Enkel Demi tek libri romani fundit që ka bërë, ku përshkruan rrugicat e Tiranës plot me lule, shumë interesante. Do të pyesja, Anuela, ti ke kohë që po kontribon për këtë qytet, në detyra të ndryshme pjesë Bashkisë Tiranës. Dhe së fundi je ajo që po e drejton këtë qytet. Çfarë ka unike Tirana sipas teje? Unë nuk mendoj që unë kam jetuar në shumë vende përveç Tiranës, që 16 vjeç. Dhe nuk mendoj që ka ndonjë vend që ti e dashuron pa e shpjeguar tamam pse. Dhe nuk mendoj Që dashurit nuk shpjegon kollaj. Është e vështirë. Kjo do të thotë që me të vërtetë është dashuri, se po ta arrish ta racionalizosh, do të thënë që është e bazuar diku në një lloj interesi. Edhe Tirana ka shumë gjëra të veçanta që ne mund t'i shohim historikisht, mund t'i shohim ambientalisht, mund t'i shohim nga pikpamja e vendosjes gjeografike, nga pikpamja e historisë edhe mënyrës se si është zhvilluar. Por unë mendoj që ajo që është e veçantë e Tiranës është mënyra se si të bën të ndihesh. Dhe kjo nuk është diçka që është e lidhur vetëm me ne që e kemi shumë gjatë historinë me Tiranën. Kjo është po aq e vërtetë edhe për njerëzit që vinë dhe vizitojnë. Do të thënë ti kur pyet një vizitor në Tiranë, gjëja kryesore që të thotë është të bën të ndjesh mirë. Pra është titull. Domethënë fikse ajo përshtypja jote dhe ajo që e bën Tiranën të suksesshme sot është sepse në të gjitha parametrat e përvojës së turistit, mënyra se si ty një vend të bën të ndihesh është ajo që vendos përvojën tënde si pozitive apo negative. Pra, ti mund të shkosh në Paris dhe mos të ndihesh mirë. Varet se si të bën të ndihesh, se të qëllon përvoja jote jo aq pozitive sa i përket shërbimit, sa i përket momentit, trafikut, nuk di, një incidenti që mund ndodhi pa siguri etj. Kurse në Tiranë kjo është persistente, kjo është pavarësisht nga niveli i turistit. Pra ti mund të kesh një turist aventurier të ri, ti mund të kesh një person të pjekur në moshë që vjen për biznes. Mënyra se si qyteti vetë e trajton është shumë pozitive dhe unë mendoj që ne duhet të kapitalizojmë shumë te kjo, sepse çdo gjë tjetër është shumë e vështirë se sa kjo që e kemi. Dhe të ndërtojmë mbi këtë që kemi, pra mbi këtë mikpritjen, mbi këtë ngrohtësinë, mbi pozitivitetin, mbi atë energjinë që nuk është e matshme me hapësirë fizike, po është e matshme në hapësirë mendore, mbi qasjen që i bëjmë të tjerëve. Dhe është një proces ku ne nga pangopsia ende me botën, e kemi ende të gjallë, sepse qytetet e tjera për shembull që janë bingo, por flasim Barcelonën këtë vit që bëri atë përpjekjen për të mos kanë ardhur më të fundit turistët. Eksakt. Dhe eventualisht dhe mund të vijë kjo gjë, po ende e kemi shumë të gjallë dhe duhet gjithsesi ne mikpritjen besoj e kemi pjesë edhe ta demonstron në një farë mënyrë. Do vi ajo pika që do jeni mërzit. Asnjëherë se më mërzit. Domethënë historikisht nuk kemi mërzit nga mysafirët. Unë do të daj vetëm pak një eksperiencë në pjesë e agjencisë tonë është zyra e filmit, e cila tenton punon të sjellë sa më shumë produksione filmike, audiovizuale në Tiranë, që ata të kenë mundësi të xhirojnë Tiranë, promovojnë qytetin, të shpenzojnë gjithë buxhetet e tyre në vendin tonë etj. Dhe nga eksperjenca këtyre 3 viteve ku kemi sjell goxha produksione të tilla, mbi 20, review që ata japin, edhe pse madje nuk kemi më të mirë në planingun e punës, sepse nuk kemi kemi skedul kaq korrekte, por ndjesia e këtyre produksioneve që realisht janë industri është shumë e mirë dhe ikin për të rikthyer përsëri në një projekt të dytë e një projekt të tretë. Domethënë është jepi ndjesia e cila vibe ajo e cila i tërheq.
Do doja dija, kush janë sfidat sipas teje të Tiranës momentalisht? Sfidat kryesore. Dëgjoj, sfida do ketë gjithmonë. Një qytet që Patjetër, metropol. domethënë një qytet që është duke gjetur veten në këtë ligën e qyteteve të rëndësishme tani më, patjetër që duhet ripozicionimi një herë është gjë kryesore. Domethënë Tirana ka qenë një no place, domethënë se dinte njëri ku ishte, si ishte, pse ishte, edhe tani futet në një listën e këtyre qyteteve ku ti mi të pret liderat e Evropës, ti bën Gjë e madhe, realisht shumë. ti ke tituj të mëdhenj, ti organizon dhe i organizon bajagim mirë. Nisma shumë të mëdhaja si puna e Conference Ligës për shembull, apo të kampionateve të ndryshme, qoftë aktivitete sportive, qoftë kulturore, pra ti ke një prurje, qoftë koncerte dhe nisma komplet private, po që marrin jetë në Tiranë si koncerti i 31 majit në Parkun e Qenit. Pra ka një set gjërash që nuk ndodhnin në atë komunitetin e qyteteve të cilave i përkisnin ca vite më përpara. Kështu që sapo kemi bërë një kërcim cilësor në këtë botë të re ku ti ke ngjarje që janë më lokale, janë ngjarje ndërkombëtare. Dhe unë do thosha që sfida është pikërisht se si ti jesh në lartësi të këtij niveli të ri që ka arritur. Sepse që ti jesh në lartësi të këtij niveli që ka arritur, nuk mjafton vetëm vullneti i mirë, nuk mjafton vetëm mikpritja që po flisnim ne apo vibe. Duhet të jenë pastaj që kjo të jetë e qëndrueshme, duhet të jetë e bazuar mbi ca parametra strukturor të organizimit të qytetit, që janë jo vetëm infrastrukturë, jo vetëm investime të qëndrueshme, por edhe një vizion mbi si duhet të jetë, pra si duhet të jetë ky qyteti që po i vijnë kaq shumë gjëra, si duhet i trajtoj gjërat, si duhet të jenë për shembull zhvillimet fizike, duhet të jenë të qëndrueshme, të jenë në harmoni me mjedisin, duhet të jetë që neve të mos na prishe diçka që e rregullojmë së shpejti sepse do na duhet ta rindërtojmë me një herë pas. Kështu që domethënë mënyra se si trajtojmë ne burimet tona, mendoj që është sfida më e madhe që kemi. Dhe jo vetëm në konceptin mjedisor, që unë personalisht e kam më shumë rak, po edhe bën sens, ne jemi gjithë shumë të ndjeshëm. Por edhe në konceptin e qëndrueshmërisë ekonomike dhe në qëndrueshmërisë së zhvillimit urban. Dhe këto janë ca elemente që mund të duken si fjalë të mëdha, janë shumë të prekshme për jetën e njerëzve. Domethënë, nëse ne projektojmë një qytet të madh, të shpërndar, duhet gjithashtu të planifikojmë një transport publik që të përgjigjet asaj shpërndarje. Duhet të planifikojmë ose duhet të shohim ose të kemi parasysh faktin që nuk do të jetë e qëndrueshme që çdo familje të ketë një makinë. Duhet të parashikojmë edhe faktin që do të ndryshojë cilësisht dhe në format jeta e dikujt që është qytetar i Tiranës brenda qendrës së Tiranës dhe dikujt që është qytetar i Tiranës jashtë qendrës së Tiranës në mënyrën se si ai qaset qytetit apo në mënyrën se si i shpenzon shërbimet e qytetit. Kështu që këto janë gjëra që në makro duken si shumë absurde, por në fakt prekin jetën e çdo qytetari dhe vizioni apo qëndrueshmëria e vendimeve që merr do e bëjnë ose do e çbëjnë atë lloj hopi cilësor që qyteti ka pasur. Dhe të qenit në lartësi të këtij privilegji që koha, përpjekje, njerëzit, vullneti, momenti i japin qytetit, ti shansi kaq të madh për të qenë me të vërtetë aty në fashën më të lartë të qyteteve cilësore sot në Evropë. Jam shumë dakord. Jam realisht shumë dakord dhe mund të them pak edhe nga përshtypjet që marrim nga tuaj ose turistë që vinë, por njëkohësisht tani edhe nga të rinjtë e këtij qyteti. Është ky qytet frymon pothuajse si gjithë qytetet e tjera metropolet e tjera europiane, për sa i përket aktiviteteve, eventeve që ka, stilit jetesës që ka. Por mendoj që ka për të bërë akoma për një lloj standardi jetese e cila mbase vendet metropolet e njëra perëndimore e kanë. Sa kemi potencialin ne që një nesër me një ardhmë jon është t'i arrijmë këto standarde jetese siç i kanë metropolet perëndimore.
Shiko, se ne nëse flasim për standardet e jetës, nuk flasim vetëm për qytetin. Pra Tirana me vërtet është motori ekonomik i vendit, po ne kemi shumë pole të tjera të cilat janë poashtë të rëndësishme. Turizmi nuk është i bazuar vetëm në Tiranë, domethënë nëse ne do kishim vende të tjera interesante për turistët si Bregdeti apo Veriu, patjetër këto të gjitha shkojnë në unison me njëra tjetrën. Ajo që unë them është që standardi i jetesës apo standardet që ne vendosim për qytetarinë, se s'po flasim vetëm për Tiranën, janë të standarde që shkojnë në linjë me njëra tjetrën. Pra, zhvillimi ekonomik vjen mbi bazë të zhvillimit të industrive caktuara apo shërbimeve caktuara që ne ofrojmë. Zhvillimi territorial vjen si pasojë e kësaj. Pra janë disa faktorë që merren apo dalin, si më thënë, në atë që është pastaj standardi i jetesës. Ajo që ne duhet sigurohemi, të paktën nga pikpamja lokale, është që elementet e bashkëjetesës, që janë më të rëndësishme se sa thjesht jetesës, të jenë të tilla që ta favorizojnë një zhvillim të tillë. Pra të jenë të tilla që t'i jepet secilit mundësia që të arrijë potencialin e vet maksimal në atë habitat ku është, që t'i jepet mundësia maksimale një biznesi të vogël të operojë në kushtet më optimale për të bërë më të mirën e asaj që ai ditë bëj mirë. Dhe ti si qyteti në parim, në përkufizim, suksesin e vet e arrin aty ku i jep qytetarëve të vet mundësinë të arrin maksimumin e potencialit që kanë. Dhe kjo, funny enough, domethënë ironikisht, nuk varet shumë nga individualiteti apo nga nispat individuale. Si qyteti është bashkëjetesë. Kjo varet nga qasja që ne bëjmë mbi atë që është e përbashkët. Kjo varet se si e trajtojmë parkun, si e trajtojmë rrugët, si e trajtojmë hapësirën që nuk është e jona. Në shumicën e momenteve është fiks lehtësia apo vështirësia krijohet aty ku ne duhet të ndërveprojmë me tjetrin. Dhe këtë rregullon qyteti në fakt. Dhe ajo që ka qyteti në dorë është që të krijojë kushtet që ndërveprimi jot mos jetë agresiv, ndërveprimi jot të jetë sa më komunitar. Ti ta njohësh komshiun dhe të mos jesh i vetmuar në këtë vend plot me njerëz. Jo vetëm në pikpamjen emocionale, po edhe në pikpamjen e përpjekjes që ti bën për të arritur potencialin tënd edhe për të arritur suksesin tënd personal në qytet. Kështu që unë them që bashkëjetesa, që në fakt është ajo që ne rregullojmë në një farë mënyrë me të gjitha gjërat që bëjmë, me investimet infrastrukturore, me investimet në arsim, me investimet në hapësira publike, me investimet në transport, çdo gjë është e përbashkët. Dhe qasja me të përbashkët është ajo që do të vendosë se si pastaj ecën apo se si vendoset standardi i jetesës. Dhe mendoj se kjo ka qenë një nga sfidat e shumë koreve për ne, edhe pse mendoj prapë që është bërë punë shumë e mirë. Edhe po ndihen disa fryte, disa cilësi të mira bashkëpunimi kohë që po jetojmë tani. Pyetja e fundit që e mbyll me çdo të ftuar është si është nesërma ideale e qytetit. Unë gjithmonë mendoj, e ke parasysh kur ke mësuar, ka qenë ka libra që të mësonin gjuhë të re. Unë kam bërë disa. Dhe ka qenë gjithmonë një faqe shumë e ngjashme, pavarësisht cilën gjuhë mësoje ti, kur vinte tema e qytetit. Dhe ajo pamja, ajo që ishte pikërisht, e ke gjetë fiks kjo. Që ishte një print me fëmijën për dorë, që ishte një iri me biçikletë, që kishte një autobus, pastaj kishte një dyqan të vogël që ishte një furrë, një kafene me 2 karrige. Në fakt në thelb, pavarësisht se ti mësoje fjalët e gjuhës, ishte bashkëjetesa, po një bashkëjetesë shumë patjetër ideale, por shumë harmonioze. Dhe do të thënë, nuk dua ta limitoj vetëm tek fakti që këtë e zgjidh transporti publik, këtë e zgjidh trotuari i gjerë, këtë e zgjidh, sepse nuk është një gjë që e zgjidh. Në radhë të parë duhet të jetë një vizion, pra duhet ta kemi këtë parasysh si gjë. Unë personalisht, mua më pëlqen shumë qyteti që është i jetueshëm. Dhe qyteti i jetueshëm nuk është nevojshmërisht që ti duhet të jesh patjetër në qendër të qytetit. Domethënë ti mund të jetosh në pjesë të tij,
të cilat krijojnë si me thënë atë komunitetin lagjit tënde. Dhe ne kështu kemi jetuar në fakt. Tirana e vjetër kjo ka qenë, sepse ti nuk e pasur ndonjë atraksion gjigantesk në Shishin Skënderbej. Ka qenë ato shatërvanet edhe xhiroja. Po ti xhiron apo pjesën tënde të ditës apo të kohës së lirë në shumicën e rasteve e kaloj aty tek ajo lagje, tek ajo qendra e lagjes, tek ndërveprimi që kishe me njerëzit. Dhe kaloj shumë kohë në këtë ndërveprim. Pra kaloj shumë pak kohë i mbyllur në shtëpi. Dhe pjesën tjetër të kohës, fëmijët e mi qeshin sot kur u them, të gjitha gratë e pallatit gatimin e bojnë tek shkalla. Me thënë përgatitje e drekës. Dhe ishte një proces kolektiv shumë interesant, me thënë që ose të dielave, të gjitha dyert e apartamentit. Po. Sidomos kur ishte kohë e bukur. Dhe kishte aktivitet patjetër se cili kishte gjën e vet që bënte edhe Ishte jetë komunitare, kishte jetë komunitare. Dhe unë them që ajo që bën qytetin qytetit e të ardhmes interesant është pikërisht të luftojmë ose të shpallim lufti i izolimit që na ka kapur jo vetëm në Shqipëri, domethënë kështu globalisht mbi atë jetën tonë digjitale dhe mungesën e kontaktit njerëzor. Se ajo e bën cilësore jetën. Dhe na futën në një atmosferë, në një vibe akoma më të bukur. Dhe s'kishe më bukur me mbyll të podcast. Falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcastit dhe të uroj sa më shumë suksese. Të falenderoj ty, shumë suksese agjencisë, se që për më gjërë shumë të bukura, që unë ndjek edhe shumë nga ne ndjekim, edhe i ka thënë me të vërtet një pjesë, një kontribut shumë të madh vibe-it për të cilin po flasim në qytet, po të marrë gjithë.